Pak ditë më parë, u vure se fenomeni i shtëpisë më të famshëm në Shqipëri, ndërkohë dhe fituesi Gjesti ka bërë një veprim që nuk ka kaluar pa u vënë re nga fancat. Ai ka bërë follow Kader Kicajt, një tjetër ish banoreje e formatit të shtëpisë më të famshëm në Kosovë të sezonit të dytë. Por ky gjest, siç duket, nuk ka kaluar pa një reagim nga Xheneta Fetau, e cila është e kudo ndodhur kur bëhet fjalë për Gjestin. Në postimin e fundit të Kaderit në Instagram, Xheneta ka komentuar me nota ironie dhe xhelozie duke shkruar: "Pse kaq seksi? Unë jam xheloze." Ndërkohë përgjigjja e Kaderit ka qenë miqësore dhe e shoqëruar me mjaft të qeshura. "Veç shoki jemi", është shprehur ajo duke hedhur poshtë çdo aludim për diçka më shumë. Por biseda nuk përfundoi me kaq. Xheneta vejoi me një tjetër koment të shkurtër por plot kuptim. Lele, pas këtij followi të pafajshëm po fshihet një histori e re, apo thjesht për ringjalljen tensionet e vjetra. Na duhet të rikujtojmë se Xheneta Fetau ka deklaruar se do të mbajë raporte miqësie me Gjestin, por ky i fundit i ka ndërprerë ato, duke deklaruar se Xheneta i përket së shkuarës. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Gjesti është në një lidhje të ndërlikuar me Ili Takon, ose ndoshta lidhja e tyre po shkon mjaft mirë në fshehtësi të plotë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.